Për të gjithë punëtorët e administratës publike, me ligjin e buxhetit për vitin 2026, të cilin ne e kaluam një herë në mbledhjet të qeverisë në 31 tetor si vjet, por të cilën tash në legislaturën e 10, kur të konstituohet kuvendi, do ta kalojmë në 2 lexime, kam thënë që në këtë ligj të buxhetit parashihet paga 13, kush punon 12 muaj në administratën shtetërore i ka 13 paga, por paga e 13 nuk merret në fund të vitit, në dhjetorin e vitit 2026, por në vitin që nis nesër do të merret në fillim të vitit, pra varësisht kur konstituohet kuvendi dhe sa shpejt e formojmë qeverinë, por në mbledhjen e parë, përveç me vendimin për ligjin për buxhetin 2026, gjithashtu ta kemi edhe vendimin që këtë pagën e 13 e jep në fillim të vitit. Do të kemi edhe 3 të tjera, por letë mos e përsëris veten nga fushata para zgjedhjeve, sepse ato përfunduan të dielën. Faleminderit shumë e gëzuar të Telefonin? Kujt është telefoni?